Me ceremoni shtetërore, presidentja Vjosa Osmani ka pritur në sheshin Ibrahim Rugova, kreun e shtetit të Antigua dhe Barbuda, guvernatorin e përgjithshëm Rodney Williams. Në takimin që u mbajt në presidencë, Osmani shprehu mirënjohjen e thellë për njohjen që Antigua dhe Barbuda i ka bërë Kosovës në vitin 2015, duke cilësuar këtë si kontribut të çmuar për forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Gjatë diskutimit, të dy palët ritheksuan për kushtimin për thellimin e mëtejmë të marrëdhënieve bilaterale, duke u bazuar në respekt të ndërsjellë dhe vlera të përbashkëta demokratike. E para e shtetit shprehu gatishmërinë e Kosovës për të lehtësuar kontaktet në mes komunitetit të biznesit, për të eksploruar mundësitë për investime dhe shkëmbime tregtare. Ndër të tjera, në takim u diskutua edhe për mbështetjen e Kosovës brenda komunitetit të shteteve të Karaibeve. Sipas presidentës Osmani, ky takim është një hap i rëndësishëm drejt një partneriteti më të fuqishëm mes dy vendeve. Ndaj theksoi përkushtimin për të vazhduar dialogun dhe bashkëpunimin në të ardhmen, në dobi të qytetarëve të dyja vendeve. Gjatë ditës, Osmani ka pritur në takim edhe ministrin e jashtëm të Tanzanisë. Të dy këto figura të larta që u pritën sot në Kosovë do të marrin pjesë në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili organizohet në udhëheqjen e presidentës Osmani.